Të gjithë bëjnë në pyetje, që bëhet me fëmijët tanë? Nxënës apo studenta tjera. Dhe natyrisht nuk janë si këto dy nxënëset që kemi ne në Portokalli. I kemi nxënëse të kujdesshme, mësojnë, lexojnë shumë, i fënçin. Dhe çuditërisht sot si asnjëherë tjetër, vinë këtu përpara publikut të sallës dhe telespektatorit me një ngjarje të jashtëzakonshme. Gocat tona kanë botuar gazetën e parë të tyre në shkollë. Ngjarje e madhe. Le t'i presim. Gjezish, si, ka dalë numri i parë i gazetës tonë. Po, ideja ishte totalisht e imja, kurse Stella është... Stella, zëshe gjeti sponsorat. Sponsor kryesor të ashti është i dashurim. Pa, kurse është edhe tjetër saloni bukuris Frida dhe qendër estetike Dea, të cilat më kanë bërë mua kaq të bukur, që shkëlqej, zëshe, të pëlqej? E kemi quajtur Kovamos. Po jo, Kovadi se kishin ata të shkollës tjetër, prandaj. Po, në faqen e parë kemi falenderuar të gjithë ata që morën pjesë për realizimin e kësaj gazete, unë si kryeredaktore dhe Stella si sponsorizuese, ku duket edhe në këto foton këtu momente gjatë punës. Zyshe, editorialin zysh, të shikosh editorialin është shumë i bukur. E kam shkruajtur vetë me dorën time dhe flet për një temë shumë të rëndësishme, një temë që na shqetëson që të gjithëve, zyshe. Shqetëson adoleshentët, shqetëson nxënësit, shqetëson të gjithë njerëzit, të gjithë shoqërinë pleq plaga gjithë dhe titullohet Jo hashashit në shkollë. Pa, faleminderit zysh, më lumt edhe mua që kam shkruajtur. Se e di, ç'është kjo punë mi zysh? Ç'është kjo punë? Hashashi që vjen në shkollën tonë nuk është fare cilësor, po fare. Dhe që ta dishti zyshe, ka pasur raste që janë helmuar dhe shokët. Po, ata paguajnë lekët dhe në helmojnë, prandaj unë, edhe shkrimi im, ngulim këmbë që kush do hashash të mirë, shkojnë vend tjetër se ky shkollë është si kasht. Pas bëhet kështu? Po tash. Tentuam pastaj zysh që të bënim dhe intervistë me njerëz të shquar. Unë për shembull mora në telefon familjen Bogdani. Edhe i them, mirëmbrëma, po marr nga gazeta ime, desha pak të flisja me Pietrin. Kur më thot ajo, po Pietri ka ndruar jetë. Si u bëra unë zysh, unë nuk e dija që kishte vdekur, një fytyrë mikte, një më vinte. Qa i thash? Troni vetë edhe mbylla. Zyshe, për pak dhe shngelëm pa intervist, pa shqyqyr që u kujtova unë që kam do gjajnë personalitet dhe zgjidhe me atë këtë punë. Si? Pse nuk e njefti zysh? A, turp, zonja djedhënse. Po gjajaj im të rjetën e ka kaluar të kje lidhja e shkrimtarve. Po, ka qenë kaldeist. Aty. Ta shikoj e zysh sa këzonte i shkreti që i bëm intervist, fluturonte, kështë kap qiellin me dorë. Pastaj kemi edhe lajme nga kultura. Një faqe plot. Jemi marrë për shembull një lajm shumë interesant. Në Pallatin e Operës dhe të Baletit, mbas 20 vjetësh rikthehet në skenë ngroja qendrore. Po, kaldajat kanë filluar të punojnë prap. Eca ty Xhaxhi, figur shteti është Xhaxhi, personalitet e kam. Po, pastaj jemi marrë edhe me ndarjen e çiftit Eriola dhe Ardiani për çështje mentaliteti. Besmiri dhe Elvira për çështje karakteri. Qa janë këta? Shoqet e mia të paralele. E pse ke vënë të gazeta? Se kupton ti? Jo, mi belan se kuptoj, unë jam njeri gazmor, unë kam të dashur, qa duhet kuptoj pikërisht? A unë dan ato të dyja? Unë dan. Edhe unë? Edhe? U bëm 3 veta, nuk jam më vetëm. Ta gëzosh, Bela. Ta gëzosh. Shqyr. Pa pas dyshem. Ky shkrimi tjetër do të pëlqej keq fare. Flet për këta pikturistët, qa janë këta. Festohet 20 vjetori i lindjes së Picassos. Si? Po në internet mi zysh se ku të gjenim tjetër nëve këto? Nuk festohet. Për qa bët? Përkujtohet 20 vjetori i vdekjes Picassos. Kur vdiq këme? Mirë se përshënojmë edhe këtë të faqja e ngushëllimeve o pa puna, që do bëjmë të shë? Kemi edhe rubrikën e kuzhinës zysh, po jemi marrë kësaj radhe se si gatuhet në kusht të shtëpie veza e zirë. Po, e kam darë me etapa. Tani, etapa parë, si ndizet furnela e gazet. Etapa dytë, si mbushet gjezvja me ujë, si futet veza, e kështu me radhë pastaj. Pa zysh, sigurisht që kemi edhe faqen me këshilla për adoleshentët. Këshilla e parë është 10 përgjigje të vlefshme për pyetjen pse u vonove. E dyta, si të durojmë dhimbjet kur vendosim një piercing në kërthiz.
Dhe e treta, si ta kuptojmë që Foristrada nuk është e ati çunit, por e shokut vet. Si zysh? A, prisje që gazetat i shërbente më shumë nxënësve të shkollës. Po prit mi zysh se të nuk e para akoma faqen e fundit. Lajmi bomb. Djemt kërkojnë vajza, Bela është akoma e lirë. Si? Të mbyllim gazetën urgjent? Po, o zyshe, në të gjo, se je duke cënuar fjallin e lirë, kaq po të them. Nuk e ke mirë, kaq po të them, Ajo zyshe. shumë mirë është duke të thënë. Po të them, 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 po të them,